Jo qenefat e Ediramovicit, mos u mundoni për interesat e juve me i përlyje ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Dardanisë. Këtë foto e ka qitë Taulan Balla, duke e cilësuar edhe Tahir Sinanin e shumë ushtarë tjerë, duke ju thonë mercenarë. Po për këtë pjesë ka reaguar ish ushtari i ushtrisë çlirimtare të Dardanisë, Fatmir Limaj. Atëherë ta shikojmë videon, pastaj kam do fjalë për këtë pjesë. Më 12 qershor 1999, brigadat e zonës operative të Pashtrikut, në krye me Tahir Sinanin, tohen përfitore të reja në luftë për çlirimin përfundimtar të Kosovës. Sukseset e arritura në aftësimin edhe konsolidimin e radhëve të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës në të gjitha nivelet. Bravo komandant Fatmir Limaj, sepse kështu ju tregohet këtynov shkërdhatav të Ediramovicit vendit që mundohen me një los ushtrin çlirimtare të Dardanisë. More zot ju vroft ty mas mori Taulan Balla tanaj atë Ediramovicin që të shtin ty me bok si provokim, sepse njëna prej ushtrive më të paqta që ka pas Dardania është ushtria çlirimtare e Dardanisë. Bret gjaku i atynov dëshmorëve mas ja u dënoft jetën e juve, pastaj edhe njerësa e tynov, e sidomos edhe këtynov që jënë gjallë kanë dhonë mund dhe sakrificë, ja u nëzof frymë, sepse për ka rrit juven, jeni të ne quve për shqiptari, për ka rrit juve për dëni më na përqa vlo me vlo, po kësen s'ka me ndodh o Taulan Ballovici kur, sepse shqiptari nuk i ka duruar tradhtarët kur, e prandaj kur t'ju vje fundi mos dini me thonë qa u bo, sepse ushtria çlirimtare e Dardanisë është shumë e shejt për shqiptarin të ndashur. Prandaj kujdes kur përmeni kësi figura që i kanë dhonë mund e sakrificë kësaj shqiptarie.